Shikojeni pak të shikojeni. Në parti të re me gjithë kushuritë dhe me babain në kryet listës mund të bëj çdo kush. Por edhe të bërtasi jemi rinia dhe të shaj mbare mbrap njësoj si pleqëria. Kështu që çështja është ti thuash që ti bësh gjërat. Pra siç e pat, zoti Rama, ortaku i zotit Berisha, që të dy së bashku i mbyllën listat, që në ka shqetësuar shumë përse ne kemi vendosur prindrit në listat e mbyllura për t'i djegur ato e me qëllim që ne të garojmë realisht për të shkuar në parlament. Zoti Rama është mësuar me partinë e vet që ta trashëgojë pushtetin nga babait e fëmijët e nga nënat e fëmijët. Këtë po bëjnë në këto zgjedhje, ftoj ju qytetarët të futeni në listat e mbyllura të Partisë Socialiste që drejton zoti Rama dhe të verifikoni fëmijët e kujt janë ata që janë listat e mbyllura. Shikoni se ndoshta do të gjeni aty fëmijët e ish deputetëve apo zyrtarëve të lartë të Partisë Socialiste. Sigurisht që ata pushtetin në këtë vend e trashëgojnë se ashtu e kanë stil. Ne duam ta shpardallojmë sistemin e tyre që të rinj në këtë vend të kenë mundësi të kenë garë pavarësisht fëmijët e kujt janë. Mjafton që ta duan vendin e të jenë përgatitur e të mirëshkolluar. Ju përshëndes.